gjatë kohës së zgjedhjeve, ose në ditën e zgjedhjeve. Dhe ky gabim, parasysh se fakti që opozita nuk e bën dhe kalkulon banalisht, kisha me thonë, duke projektuar ide të cilat mund të ekzistojnë në kokën e tyre, por realisht janë të pamundshme. Të pamundshme të zhduken në këtë moment edhe nisma edhe Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës. Tash, në unët ka të opozita nuk shon ndonjë projekcion edhe pas zgjedhjeve ku do të bënë qeverin bashkë. Dhe kam përshtypjen që kush do që deli pari, hajde të azom që dele para vetë vendosja, projektimi këtë herë kam qenë me matë madhen për të mundësuar edhe zgjedhjen e presidentës. Pra aty se zgjedhja e presidentës bëhet vetëm një muaj pasi të formohet qeveria, po themi kështu, ose ndoshta njëkohësisht do të zgjedhet edhe presidentja, edhe qeveria dhe të gjitha në një moment caktuar diku ka fundi shkurtit aty. Pra aty se nëse hymë në mars edhe na nuk kemi qeveri dhe nuk votojmë buxhetin, atëherë na hymë në një moment kolapsit. Në shkurt e kemi mundësi të votohet buxheti dhe të vazhdoj me buxhetin normal. Ajo që gjithashtu është e sigurt që vetëvendosja me qenë si nuk e majti peshen e fjalive që frymëzojnë 2021 dhe dështoj ajo nuk ka mundësi tjetër. Dhe Dibrani tha, a i kërkon Pastenishin me një narracion të ri duke fajsuar nismen e të tjeret, unë mendoj që nuk ka ashtu, se nuk e ka peshin e fjalis edhe frymëzimit, për arsye se ka momente defektoze panumërta gjatë kësaj periudhe. Atë kujtohet, Leo, atë më thonë që to asë një moment s'kanë qenë 61. Dhe këtë në fund është ajo që unë mendoj, me qenë se kemi kalkulime në këtë moment, edhe për zgjedhje edhe për balotazh, mund të asheni opozitën dhe mënyrën se si mendon opozita për të ardhmen. Për shembull? Po nuk ka gatishmëri se nëse do të dilin në opozita, që do bashkëpunojmë kundër një autokracie të vetëvendosës, siç thon ata do ta bënin më njëherë. Nuk do të lënin kësi lojë. Dhe çfarë ndodhi? Ti shikojeni se sa i sakt politikisht është Albin Kurti. Shkon pesha kryeministit, shkon në vushtri me prezencën e tij për një marrëveshje. A di çfarë peshë është kjo për elektoratin? Mos të marrim me ne që bisedojmë dhe jemi në kontakt me këto gjëra. Pesha kryeministit kur shkon atje në një marrëveshje është jashtëzakonisht e madhe. Reagimi i lidhjes demokratike që nga diskutojmë, kjo tregon këto. Reagimi i lidhjes demokratike, ja kjo fotografia është gjithçka. Shikojeni këtë fotografi është gjithçka. Dhe reagimi i lidhjes demokratike është i vonë, është jo politik dhe dorën në zemër është sikur të mshef dorën në një projekt i cili ka ndodhur. Nuk ka qartësi aty. Dhe Albini prap është, ose mos ta përmend se kom mik, kryeministri i Kosovës është shumë para politikisht. Shumë politikisht para këtyre. Mund në mjaft shkurt të pjesë. Jo, po është e vërtetë. Shumë përpara liderëve të tjerë të opozitës. Po, është shumë politikisht është shumë përpara. Mirë keq. Domethënë, parimi po thotë ju ka mashtru. Me që të shumë Dibroni tha, ju ka përdorur si vegël, Batoni tha, vini para jush. Leo, këta janë opinionistë dhe kanë drejt le themi me shfaq perspektivën e tyre. Perspektiva jonë është e Fatme Limas është qaj duke e lezu drejt, si që vetë e ka thonë disa herë rezultatin zgjedhor, që nuk mund të me që opozita knej e përqame, edhe numrat formalisht ishin një në anë, mirë po shumë zëra kërëngrisën brenda partive opozitare, deputet, nuk ishin gati për tecë për para, a i provoj me qenë konstruktiv, po si duket të jesh konstruktiv në skenën politike të Kosovës,
del që je, ka kosto, si duket kjo kosto, Fatmir Lima është i gatshëm për interes të vendit, i ka bërë këto me vetdije, nuk ka rshit, nuk është politika një gjithë që rrshet, i ka bërë me vetdije, me qenë konstruktiv, me përru me dhonë vendit institucione, po tash problemi është apeshine, ata që e kanë akuzu gjithë tërkohën Fatmirin pse është ullë ka biselu me Albinin, tash gjithë po flasin në për komunat ndryshme për pushtet. Fundit unë jam këtu përfaqësuesi një partije politike, nuk kam drejt të gjykoj kolegë nga parti tjera. Ju një opinionista, analista, keni drejt të gjykoni, të kritikoni gjithë shka në mërë, po unë nuk kam drejt të kritikoj asë një parti politike, sepse po bisedon në një komunë caktuar me VV-n, apo pse në një tjetër me PDK-n e DK, nuk kam drejt. Nuk jam këtu analist, në këtë rast jam përfaqësues një subjekti politik. Kam mendimin tim, po mendimin im në këtë rast nuk ka rëndësi. Ajo që du të them unë, më mirë ndjehem në lëkurën e të mashtruarit se në lëkurën e mashtruesit. Fundit. Sepse të shkosh me një qëllim të mirë, si që ka shku Fatmiri, edhe të mashtrohet, nëse ka pas qëllim mashtrimi, pra, dhe themi, Fatmiri s'hum kur gjon, humbaj që ka mashtru, sa i përket kësaj. Por... Bilal, gabimi është të qëndrimi, jo të veprimi. Në më thënë, kini pas qëndrim shumë tashpër, ndaj Albin Kurtit, dhe mbi qëndrimin, nuk jam këtu për me shfaq pikpamjet e mija, jam këtu tash për me shfaq pikpamjet e nismas. Jo, ti mos i shfaqe, se unë e ti di pikpamjet. Unë nuk kam marrë të me shfaq pikpamjet e mija, pikpamjet e nismas. Pa ka rëndësi që ka unë kam besu, që ka unë kam dash, sa jam i luntur, unë kam respektu vendimin e kryesisë partisë për partneritet në kuvend dhe vazhdoj të qëndroj ati qëndrime. Pse ai ka mashtru, është një letjet në ndërgjegjen nëse ka të ati që ka mashtru, nuk kam problemon. Me dhe nëse ka të është, kushdo qoftaj. Krejt të matematika që Fatmir Lima në Taljom jashtë kuvendit, në Rami Sharadin në Taljom jashtë kuvendit, tash ka ko, ka dalë, hajlasën shpallë. Ju tha që ju garantoj që ta kjetë në kuvend. Do ta keni, Fatmir Lima do ta keni në kuvend në mandatin ashtë. Pjesë e cilës listë? Vetëvendosjes, PDK-s? Psa s'ka mundësi me volistë të tjera? Listë familja ime. Nuk ka mundësi me volistë të tjera, ka dalë në Kosovë është e madhe. Kosova është e madhe, sa do që është e vogël e prap në vetë vete, brenda vetës është e madhe, ka opcione, ka alternativa, pritni, ka ko, por nuk mëse të shkruni Fatmirin, sepse aja është litar që nuk mund është që letë me nëzirë nga... Ja bre, si individ, për thamë, kushdo që logarit në ato që tash shkojmë zjedhe dhe e fshim këtë nga skena politika, është duke ma llogarin pa anxhin, sepse përndryshe ju e si nismë ju pas ka fshi Arbrije Nagovci, ka dhënë një deklarat, thotë kështu, të